Zonja dhe zotërim, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Amerikan, Donald Trump, deklaroi se SBA dhe Irani mund të nënshkruajnë një marrëveshje paqeje që këtë fundjavë, duke hapur rrugën për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, Teherani tha se ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar dhe se negociatat vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të jenë pranë arritjes së një marrëveshjeje historike që do të japë fund tensioneve të muajve të fundit dhe do të lejojë rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se një marrëveshje paqeje mund të nënshkruhet që këtë fundjavë, duke shtuar se dokumentet përfundimtare pritet të mbyllen brenda pak ditësh. Ne sapo kemi arritur një zgjidhje të shkëlqyer për luftën me Iranin dhe, nëse finalizohen dokumentet, mund të kemi një nënshkrim shumë shpejt, ndoshta në Evropë, tha Trump nga shtëpia e bardhë. I pyetur nëse udhëheqësi supremi i Iranit e ka miratuar marrëveshjen, Trump u përgjigj se, sipas informacioneve që ka marrë, përgjigja është pozitive. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë treguar më shumë kujdes. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ismail Bagei, tha se pjesa më e madhe e tekstit të marrëveshjes është përfunduar, por theksoi se Teherani nuk do të tërhiqet nga kërkesat e tij kryesore. Sipas Iranit, ndër kushtet kryesore janë heqja e sanksioneve ndërkombëtare, zhbllokimi i miliardëve dollarëve të aseteve të ngrira dhe njohja e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit. Lajmi për prarimin e negociatave ndikoi menjëherë në tregjet ndërkombëtare, me çmimin e naftës që ra në rreth $89 për fuqi, pasi investitorët reduktuan frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm ushtarak. Bisedimet vijnë pas një periudhe tensionesh të forta, ku një helikopter amerikan Apache u rrëzua pranë ngushticës së Hormuzit, duke nxitur sulme të reja amerikane ndaj objektivave iraniane. Teherani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në rajon. Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të garantojë që Irani të mos zhvillojë armë bërthamore, një akuzë që Teherani vazhdon ta mohojë. Nëse marrëveshja finalizohet, ajo mund të shënojë një kthes të rëndësishme në krizën që ka tronditur lindjen e mesme dhe tregjet globale të energjisë gjatë muajve të fundit. Ndërsa dhuna anti-imigrantëve ka tronditur Belfastin, një banore e qytetit nisi një nismë për të siguruar ushqim për njerëzit që kanë frikë të dalin nga shtëpitë e tyre. Brenda pak orësh, 10 vullnetar ju bashkuan aksionit dhe shpërndan më shumë se 50 pako ushqimore. Në mes të tensioneve dhe dhunës që kanë përfshirë Belfastin ditët e fundit, një iniciativë qytetare po tërheq vëmendjen si një shembull solidariteti në kohë krize. Ruchira Rangasprasad, një profesioniste e marketingut që jeton në Irlandën e Veriut prej rreth 3 vitesh, vendosi të ndihmojë banorët që kanë frikë të dalin nga shtëpitë e tyre pas trazierave anti-emigrantëve që shpërthyen në qytet. Ajo publikoi një video në rrjetet sociale ku ofroi të gatuante ushqim për çdo që kishte nevojë, ndërsa miqtë e saj u angazhuan për shpërndarjen e pakove. Tham se nëse dikush ka nevojë për ushqim, unë mund të gatuaj dhe miqtë e mi mund ta dorëzojnë. Videoja u përhap menjëherë dhe shumë njerëz filluan të na kontaktojnë, tregoi ajo. Brenda pak orësh, 10 persona u ofruan vullnetar për të ndihmuar, ndërsa deri në fund të ditës u shpërndan më shumë se 50 kutime ushqim për familjet që kërkuan ndihmë. Dhuna në Belfast shpërtheu pas një sulmi me thik, për të cilin një shtetas sudanez është akuzuar për tentativë vrasjeje. Pas ngjarjes, grupe të maskuara sulmuan lagje të ndryshme të qytetit, dogjin automjete dhe shtëpi dhe shënjestruan komunitetet e emigrantëve dhe pakicat etnike. Policia përdori automjete me topa uji për të shpërndar protestuesit, ndërsa autoritetet kanë dënuar sulmet dhe kanë bërë thirrje për qetësi. Vetë Rangasprasad pranon se ndihet e friksuar. Ajo thotë se qarkullojnë lista me adresa të zonave që mund të shënjestrohen dhe se shumë banor po shmangin daljen nga shtëpitë. Megjithatë, ajo thotë se reagimi i komunitetit i ka rikthyer besimin te njerëzit. Pash më shumë se 30 persona, të gjithë të panjohur, që u paraqiten për të ndihmuar. Pavarësisht dhunës në rrugë, ata donin të kontribuonin. Kjo më bëri të duaj edhe më shumë Belfastin, dhe ajo. Historia e saj është kthyer në një simbol solidariteti në një qytet që po përballet me një nga periudhat më të tensionuara të viteve të fundit. Vizitorë të shumtë në Kennedy Center në Washington mbështetën urdhrin e gjykatës që kërkon heqjen e emrit të Donald Trump nga qendra prestigjioze e arteve. Vendimi ka ndezur një përplasje të religjore mes administratës Trump dhe kundërshtarëve të ndryshimeve të bëra në institucionin e njohur kulturor. Një tjetër debat i fortë politik ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara,
këtë herë rreth emrit të vendosur në një prej institucioneve më të rëndësishme kulturore të vendit. Vizitorët të Kennedy Center në Washington shprehën mbështetjen e tyre për vendimin e gjykatës që kërkon heqjen e emrit të presidentit Donald Trump nga fasada dhe materialet zyrtare të qendrës. Disa prej tyre e cilësuan vendimin si të drejtë, duke argumentuar se Kennedy Center është ndërtuar si një memorial i përhershëm për ish presidentin amerikan John F. Kennedy dhe nuk duhet të mbajë emrin e një figure tjetër politike. Një vizitore u shpreh se Trump përpiqet të vendosë emrin e tij kudo dhe se kjo është e papërshtatshme për një institucion kombëtar. Të tjerë thanë se mezi presin ta shohin heqjen e emrit, duke e konsideruar atë fundin e një periudhe që sipas tyre ka shkaktuar vështirësi për stafin dhe komunitetin artistik. Kontestimi ligjor nisi pasi bordi drejtues i Kennedy Center vendosi një dhjetor të shtonte emrin e Donald Trump në ndërtesë, pasi presidenti kishte zëvendësuar disa anëtar të bordit dhe kishte marrë postin e kryetarit. Megjithatë, më 29 maj, gjyqtari federal Christopher Cooper vendosi se emri i qendrës nuk mund të ndryshohet pa një akt të Kongresit. Ai urdhëroi administratën Trump të heqte të gjitha tabelat dhe referencat që përfshin emrin e presidentit brenda 14 ditëve. Kennedy Center u hap në vitin 1971 si memorial kombëtar në nder të presidentit John F. Kennedy, i cili u vra në atentat në vitin 1963. Ndërkohë, administrata Trump ka apeluar vendimin në gjykatën e apelit të Washingtonit, duke hapur një betejë të re ligjore për të ardhmen në një prej simboleve më të njohura kulturore të Amerikës. Mexico City u përfshi nga protestat të shumta në ditën e hapjes së Kupës së Botës 2026, ndërsa policia bllokoi hyrjen e demonstruesve pranë stadiumit ku do të zhvillohet ceremonia inaugurale. Autoritetet kanë paralajmëruar se 10 lëvizje sociale planifikojnë protesta gjatë gjithë javës së turneut. Atmosfera festive e nisjes së Kupës së Botës 2026 në Meksik është shoqëruar nga tensionet dhe protestat në rrugët e kryeqytetit. Policia bllokoi demonstruesit që tentuan të afrohen pranë stadiumit ku po zhvillohej ceremonia hapëse e turneut më të madh të futbollit në botë. Në protesta morën pjesë organizata sociale, familjarë të personave të zhdukur, mësues, kundërshtar të qeverisë, organizata fshatare dhe punonjës të transportit. Disa protestues dolën pankarta dhe u rrëzuan barriera pranë një stacioni metroje, ndërsa forcat e sigurisë u vendosën në zonë për të parandaluar përshkallëzimin e situatës. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 6 protesta ishin planifikuar vetëm për ditën e hapjes së kampionatit. Qeveria meksikane konfirmoi se 19 lëvizje të ndryshme sociale kanë paralajmëruar demonstrime gjatë javës së inaugurimit, kryesisht pranë stadiumit dhe sheshit qendror Zocalo. Pamjet nga kryeqyteti treguan një kontrast të fortë mes festës së futbollit dhe pakënaqësive sociale. Nga njëra anë, murale të reja, trena të modernizuar dhe stadiumi i rinovuar ishin përgatitur për të pritur mijëra tifoz nga e gjithë bota. Nga ana tjetër, bizneset të shumta kishin vendosur barriera metalike përgjatë rrugëve kryesore për të mbrojtur nga vandalizimi i mundshëm. Pavarësisht tensioneve, autoritetet kanë garantuar se masat e sigurisë janë përforcuar dhe se aktivitetet e Kupës së Botës do të zhvillohen sipas planit. Meksika është një nga 3 vendet pritëse të botrorit 2026, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan, në një turne historik që për herë të parë organizohet nga 3 shtete njëkohësisht. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, mbrojti mënyrën si organizata ka trajtuar problemet me vizat që kanë shoqëruar Kupën e Botës 2026, duke deklaruar se FIFA nuk mund të kontrollojë vendimet e qeverive. Turneu nisi mes polemikave për tifozët iranian, arbitrin somalez të refuzuar nga SBA dhe shqetësimeve për interesimin më të ulët se sa pritej nga publiku. Gianni Infantino u detyrua të përballet me një ser polemika që kanë rrësuar atmosferën e festave të turneut më të madh të futbollit në planet e 2 ditët e para të Kupës së Botës. Qetësohuni, relaksohuni, ishte mesazhi i Infantinos për kritikët, teksa ai mbrojti mënyrën si FIFA ka trajtuar problemet me vizat dhe hyrjen në vendet pritëse. Sipas tij, organizata nuk ka kompetenca për të diktuar politikat e emigracionit të shteteve organizatore. Një nga rastet që ka shkaktuar më shumë reagime është ai i arbitrit somalez Omar Abdulkader Artan. Ai pritej të bëhej arbitri i parë somalez në historinë e Kupës së Botës, por autoritetet amerikane i ndaluan hyrjen në SBA për shkak të lidhjeve të pretenduara me persona të dyshuar për terrorizëm. Pas kthimit në Mogadishu, Artan u prit si hero nga mijëra qytetar. Ndërkohë, Federata Iraniane e Futbollit njoftoi se kuota e biletave për tifozët iranian ishte tërhequr vetëm pak ditë para nisjes së turneut.
Ajo ka lënë shumë tifozë që kishin rezervuar udhëtimet pa mundësi për të ndjekur ndeshjet e kombëtarës së tyre. Problemet nuk mbarojnë këtu. Sipas raportimeve, hotelet në disa qytete pritëse vazhdojnë të kenë dhoma bosh, ndërsa rezervimet e fluturimeve kanë mbetur nën pritshmëri. Çmimet e larta të biletave konsiderohen si një nga arsyet kryesore që kanë frenuar interesin e tifozëve. Kupa e Botës 2026 është zgjeruar në 48 skuadra dhe 104 ndeshje të shpërndarë në stadiume në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Por krahas sfidave sportive dhe organizative, turneu po përballet edhe me kritika mjedisore. Një raport i publikuar së fundmi vlerëson se aktiviteti mund të prodhojë rreth 7.8 milion ton dioksid karboni, duke e bërë këtë një nga botërorët me ndikim më të madh klimatik në histori. Prindrit e viktimave të aksidentit të avionit Air India kërkuan drejtësi ndërsa afrohet përvjetori i parë i tragjedisë ku humbën jetën 260 persona. Ndërkohë, burime për Reuters thonë se raporti final i hetimit pritet të vonohet për shkak të kompleksitetit të çështjes. Ndërsa afrohet përvjetori i parë i një prej tragjedive më të rënda ajrore të dekadës së fundit, familjet e viktimave të rrëzimit të avionit Air India vazhdojnë të kërkojnë përgjigje dhe drejtësi. Roger Christian dhe bashkëshortja e tij Rachna ishin mes 260 personave që humbën jetën kur një Boeing 787 Dreamliner i Air Indias u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroporti i Ahmedabadit në një fluturim drejt Londrës. Prindrit e Rogerit, David dhe Sarla, thonë se dhimbja nuk është larguar asnjë ditë. Ata shprehen se ende nuk kanë marrë asnjë shpjegim të qartë për atë që ndodhi dhe kërkojnë që autoritetet të publikojnë të gjitha të dhënat e hetimit për të zbardhur plotësisht shkaqet e aksidentit. Sipas burimeve të njohura me procesin, autoritetet indiane të hetimit të aksidenteve ajrore pritet të vonojnë publikimin e raportit final. Në vend të tij, mund të publikohet vetëm një raport paraprak, pasi hetimi konsiderohet kompleks dhe kërkon më shumë kohë. Ndërkohë, sindikata e pilotëve në Indi ka kundërshtuar publikimin e një raporti të ndërmjetëm, duke kërkuar më shumë të dhëna teknike nga Boeing dhe Air India për të kundërshtuar hipotezat që po shqyrtohen nga hetuesit. Sipas një vlerësimi të hershëm të autoriteteve amerikane, i raportuar më parë nga Reuters, një bisedë në kabinë sugjeron se kapiteni mund të ketë ndërprerë furnizimin me karburant të motorëve pak çaste pas ngritjes. Raporti paraprak i publikuar vitin e kaluar tregoi se çelësat e kontrollit të karburantit në motorët e avionit kishin kaluar pothuajse njëkohësisht nga pozicioni i rënë në cut-off, duke i lënë të dy motorët pa karburant. Familjet e viktimave, ndërkohë, vazhdojnë të jetojnë me kujtimet e fundit të dashurëve të tyre dhe me një pyetje që ende nuk ka marrë përgjigje. Çfarë ndodhi realisht në ato pak sekonda fatale pas ngritjes së avionit? Grupet mjedisore në SBA kanë ngritur padi federale për të bllokuar një shkëmbim toke që do të jepte SpaceX mbi 700 hektar nga një nga rezervat natyrore në Teksasin Jugor. Aktivistët thonë se vendimi rrezikon habitatin e kafshëve të egra dhe i shërben zgjerimit të kompanisë së Elon Musk në zonë. Një konflikt i ri ligjor ka shpërthyer në Shtetet e Bashkuara mes organizatave mjedisore dhe autoriteteve federale, lidhur me një plan që do t'i transferonte SpaceX një sipërfaqe të madhe toke nga një rezervat i mbrojtur natyror në Teksasin Jugor. Grupi South Texas Environmental Justice Network, së bashku me organizata të tjera për mbrojtjen e mjedisit, kanë paditur shërbimin amerikan të peshkut dhe jetës e egër, duke kërkuar ndalimin e marrëveshjes së shkëmbimit të tokës. Sipas planit, më shumë se 700 hektar nga Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge do të shkëmbeheshin me rreth 683 hektar tokë private që i përkasin SpaceX-it më në veri të zonës. Aktivistët e quajnë këtë një proces të rrezikshëm. Një nga përfaqësuesit e tyre deklaroi se habitatet e kafshëve të egra nuk duhet t'i jepen kompanive private, pavarësisht fuqisë apo ndikimit të tyre ekonomik. Padia vjen në një moment kur zgjerimi i SpaceX në zonën e quajtur Starbase po përshpejtohet, duke sjellë investime, vende pune dhe vëmendje globale, por edhe shqetësime në rritje për ndotjen dhe ndikimin e komunitetet lokale. Banor dhe aktivistë thonë se zgjerimi i kompanisë ka sjellë presion mbi zonat bregdetare dhe ka ndryshuar jetën e përditshme në rajon, ndërsa kritikojnë mungesën e transparencës dhe aksesit publik në disa zona. Nga ana tjetër, SpaceX nuk ka komentuar mbi padinë e fundit, ndërsa çështja pritet të shqyrtohet në gjykatë në javët e ardhshme, në një përplasje që mund të ketë pasoja të rëndësishme për raportin me zhvillimit industrial dhe mbrojtjes së natyrës në SBA. Sekretari Amerikan i Sigurisë Kombëtare, Mark Wayne Mullen, mbrojti vendimet për refuzimin e vizave gjatë Kupës së Botës 2026
duke thënë se SBA nuk do të lejojë hyrjen e personave me lidhje kriminale të dyshuara. Deklaratat vijnë mes debatit për rastin e arbitrit somalez Omar Abdulkader Artan, i cili u përjashtua pavarësisht se kishte vizë të vlefshme. Debati për vizat dhe sigurinë në prag të Kupës së Botës 2026 po thellohet, ndërsa autoritetet amerikane kanë dalë në mbrojtje të vendimeve të tyre për ndalimin e hyrjes së disa individëve të lidhur me turneun. Sekretari Amerikan i Sigurisë Kombëtare Mark Wayne Mullen deklaroi se administrata Trump ka bashkëpunuar ngushtë me FIFA-n gjatë gjithë procesit, por theksoi se siguria e vendit mbetet prioritet absolut. Sipas tij, çdo refuzim vize është i bazuar në vlerësime të qarta të rrezikut dhe nuk ka lidhje me diskriminimin ndaj vendeve të caktuara. Ai shtoi se SBA nuk do të lejojë hyrjen e personave që konsiderohen të kenë lidhje kriminale apo rrezik për sigurinë, duke refuzuar të hyjnë në detaje për rastet individuale. Deklaratat vijnë në një moment kur kritikat janë rritur për mënyrën se si janë trajtuar disa figura të lidhura me turneun, përfshirë arbitrin somalez Omar Abdulkader Artan. Ai ishte caktuar të bëhej pjesë e gjyqtarëve të Kupës së Botës, por nuk u lejua të hyjë në SBA, pavarësisht se kishte vizë të vlefshme. Rasti i tij ka nxitur reagime të forta në komunitetin sportiv, ndërsa FIFA dhe autoritetet amerikane kanë shkëmbyer deklarata për përgjegjësitë e procesit. Ndërkohë, Artan është emëruar për të gjykuar ndeshjen ndërkombëtare në Evropë, përfshirë Superkupën e UEFA-s muajin e ardhshëm, duke mbetur një nga emrat më të diskutuar të arbitrimit këtë vit. Kupa e Botës sapo ka nisur, por përveç futbollit, turneu po shoqërohet edhe me një sër debatesh politike dhe diplomatike që po e tejkalojnë fushën e lojës. Federata Ndërkombëtare e Shahut ka pezulluar Rusin pasi nuk zbatoi një vendim të gjykatës së arbitrazhit sportiv lidhur me kontrollin e strukturave të shahut në territorin e Ukrainës. Lojtarët rus do të lejohen të marrin pjesë vetëm si neutral, ndërsa vendimi është cilësuar si fitore historike nga Ukraina. Një vendim i rëndësishëm ka tronditur botën e shahut, pasi Rusia është pezulluar nga Federata Ndërkombëtare e Shahut, duke shënuar një zhvillim të paprecedent për një nga fuqitë historike të këtij sporti. Vendimi vjen pas një procesi në gjykatën e arbitrazhit sportiv, e cila më herët kishte mbështetur ankesën e Ukrainës. Kievi kishte akuzuar Moskën se kishte marrë kontrollin e strukturave të shahut në territoret e pushtuara ukrainase. Sipas vendimit, Rusisë ju dha një afat prej 90 ditësh për të rikthyer kontrollin e federatave rajonale në disa zona dhe për të ndalur organizimin e turneve në ato territore. Megjithatë, Federata Ruse nuk e përmbushi këtë kërkesë brenda afatit të përcaktuar. Si pasojë, FIDE njoftoi pezullimin e menjëhershëm të antarësisë së Rusisë. Federata e Shahut të Ukrainës e cilësoi vendimin si një fitore historike, duke theksuar rëndësinë simbolike të tij në kontekstin e luftës. Megjithatë, vendimi nuk e përjashton plotësisht Rusinë nga aktiviteti ndërkombëtar. Lojtarët rus të kategorisë të rriturve do të mund të garojnë në turne nën flamur neutral, ndërsa të rinjt mund të vazhdojnë të luajnë nën flamurin e tyre kombëtar. Po ashtu, pjesëmarrja në garat ekipore mbetet e mundshme, por gjithashtu nën status neutral. Reagimet në komunitetin e shahut kanë qenë të ndara. Disa e shohin vendimin si të nevojshëm për shkak të situatës politike, ndërsa të tjerë argumentojnë se sporti duhet të qëndrojë ndar nga politika dhe paralajmërojnë pasojat për zhvillimin ndërkombëtar të lojës. Rusia, e njohur prej dekadash si një nga superfuqitë e shahut botëror, tani përballet me një nga izolimet më të rëndësishme në historinë e saj sportive. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.